që merrte pjesë në media, ndonë se nuk ishte parti as parlamentare, ishte partia më e privilegjuar e pjesëmarrjes në për studiet televizive, dhe vetë vendosja që shfrytëzonte po ato studiet televizive për të hedhur kritike edhe mbi mediat. Vetë vendosja që përdorte gjithë atë që ndërtonte media, prej hulumtimit, prej skandaleve, prej energjisë elektrike tash e aso kohë ku e diun, gjitha zbulimeve tjera, prej prontos e gjitha skandaleve tjera, ndërkohë që vetë vendosje që shante edhe median, edhe opozitën e aso koshme, edhe pushtetin. I pasakt dhe për të japi shembujt për me ta largu këtë dilemë, për taj për të tregoj dallimin ngjashmërinë PSD-ve të vendosja. Nuk është media Gjevat Drenori, nuk është media Sadri Ramabaja, nuk është media Avni Arifi për më kujtohën. Këtë ta janë njerë strukturave politike. Ata janë analist, me gjas, me kontrat pune që bojnë të jo, për nuk janë media. Ata janë përfatësus të partive politike, i përmenda tre, po ka sa dush, nuk e kam problemin personal mas njerën për tyne, letë kuptohemi. Në gjashëm, vetë vendosja në thoshte nuk është Berat Buzhala, nuk është Petrit Selimi, nuk është në kohën e atëhershme, ke parasysh. Gjevat Drenori. Vetëm po të tregoj që jemi në të njëjtën kontur, në të njëjtën kritik. Që tërgjosht me qenë bështec i një grupi politik. Që tërgjosht me konë struktura. Sadri Ramabaja është antar i këshillit përgjithshëm të vetëvendosjes dhe e thot publikisht. Ai s'është media, ai s'është as analist, as opinionist. Gjevat Drenori është asamblest i zgjedhur, ka garu në siglen e vetëvendosjes, ndonë se në një koalicion lokal, po ka garu vetëm sigla vetëvendosjes ka qenë dhe është zgjedhur me sa dione, asamblest. Ai është asamblest i zgjedhur, është politikan. Kush po e mohon këtë? Kush po e fshek këtë? Avni Arifi është me sa di angazhuar në struktura, dhe të tjerë plot mos hime emra tani. Kush po e fshek këtë? Po prit. Kjo nuk ka lidhje me analist, kjo s'ka lidhje me opinionist. Tash, po e kritikon analistët që vinë dhe bëjnë opozitën, apo këta që e mbrojnë pushtetin, se... Të dy palët për arsye të ndryshme. Opinionist është fjala, e dikuj që ditë ka opinion të qëndrueshëm, ditë shpreh opinion,